الحمد لله رب العالمين وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Që do të thot, kur të përshëndeteni nga dikush, kthejani me përshëndetje më të mirë ose me përshëndetje të njëjtë. Pra kjo ajet na tregon dhe na mëson se si duhet të përshëndetemi mes vetin e si musliman, si ummet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur na përshëndet dikush, si që kthejnë përshëndetjen. E Allah Taala po thot, kthejani me përshëndetje me më të mirë, ose të njëjtën përshëndetje me të cilën të ka përshëndet ai. Pra përshëndetja në Islam është ajo që na ka mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Ajo përshëndetja është Assalamu alaikum. Pra paqja Allah qoftë mbi ty apo mbi ju. Vetmja përshëndetje pra është e cila përmban brenda saj në kuptim luqje dhe domethënie. Nuk ka vetëm një përshëndetje si mirëdita, mirëmëngjes, mirëmbrëma, ditën e mirë, si kemi në këto shqip apo në gjuhë tjera. Përshëndetja e gjithë muslimanëve anë mban botës. Pa marrë parasysh ngjyrën e racën e vendin ku është, përshëndetja e gjithë muslimanëve është Assalamu alaikum. Paqja Allah qoftë mbi ju. Dhe kjo përshëndetje e bukur është për muslimanët në të dy botërat, edhe në këtë dunjë dhe në ahiret. Pra në ditën e gjykimit me lajket, kur që thojnë banorët të xhenetit hini në xhenet biselam dhe i përshëndesin me çka? Me selam. E selami, pra përshëndetja islame është për muslimanët edhe në dunjë dhe në ahiret. Nuk ka përshëndetje siç na akuzojnë disa, na nuk jemi arab të më thon selamu aleikum. Po çka ka lidhje kjo me arab? Ani pse na fjalë arabe, por është përshëndetje e muslimanëve. Qoftë ai muslimani i bardh apo i zi, qoftë arab apo jo arab. Përshëndetja islame është fjala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, me gjitha këto lutje. Sepse të arabët, kur u takoni përpara, para se të vijë shpallja, përshëndetja aty ka qenë një prej tyre hayyak Allah, tu nga tjeta se kemi na shqip, që do të thotë jetosh gjatë. E pastaj kur Islami, pejgamberi alayhis salam, pra kur erdhi shpallja, e ndërroi këtë përshëndetje me një përshëndetje më të bukur, me më shumë kuptime, me lutje, me gjitha të mirë që i përmban, pra Assalamu alaikum wa rahmatullahi, paqja Allahut dhe mëshira Allah qofshin mbi ju. E fjala selam do të thotë paqë. E çka do të thotë paqë tash, kur e përshëndet një vëlla musliman, kur hi me një neje, me një mezhlis, me një vend, kur e takoj dikonin, kur i thom Assalamu alaikum, paqja që mbi ti, do të thotë rri qet, mos ki frikë prej meje, nuk kam ta bën ndonjë të keq, aty do të thon paqë. Ja paqë diku, ja po. Ti po kërkon, po lutesh për paqë këtë vend. Do të thon as nuk kam ta bën ndaj dredhi, as ndaj të keq, as ndaj mendim të keq, do të thotë rri qet me mua se ne jemi vëllezër, ne jemi musliman. Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtar janë vëllezër. E sot, edhe pse përdorin njerëz fjalën Assalamu alaikum, i lutet për paqë për ato dy, për vendin e kontinent, ama i ka 100 mendime të këqija, dallavera si ka mja bo mas kësajna. Edhe selami duhet të jetë i sinqert. Kur thon mund ti Assalamu alaikum, paqja që mbi ti, le të jetë e sinqert kjo përshëndetje. Le të jetë me gjithë zemrën, me të vërtetë je i qetë me mua dhe mos ke asnjë frikë, as mos të thotë se do të bëj diçka, por qëndro në paqë me mua. Sepse kjo ishte përshëndetja e parë me të cilën edhe Ademi alayhis salam e përshëndetën me lajkat. Dhe më thonë kjo përshëndetje nuk kanë vetëm prej kohës pejgamberit alayhis salam, por tek arabët para se të vjen Islami, para se zbret Kurani, ato e kishin këtë përshëndetjen hayyak Allah.
Apo nuk do me thonë se fjala Assalamu alaikum është prej me ardhën e pejgamberit alayhis salam. Edhe pejgamberët përpara Muhamedit alayhis salam e kanë përdorur këtë përshëndetje. Me lajket, kur e krijoi Allahu xhalla shanuhu Ademin alayhis salam, thot pejgamberi alayhis salam, pasi Allah e krijoi Ademin alayhis salam, i tha, shko dhe përshëndet atë grup të me lajkeve që janë ulur me një vend. Edhe tha dhe dëgjoj si të përshëndesin. Pra, shko përshëndeti edhe ndëgjoj si po të përshëndesin me lajket, sepse kjo do të jetë përshëndetja jote dhe pasardhësve tu. Ajo përshëndetje të jetë përshëndetja jote si dhe përshëndetja pasardhësve tu. Ademi alayhis salam u tha me lajkeve Assalamu alaikum. Ata u përgjigjen Assalamu alaikum wa rahmetullahi, duke ja shtuar fjalën wa rahmetullahi. Edhe kjo mbet pra përshëndetja e Ademit alayhis salam, pasazhet të Ademit alayhis salam, pra gjithë musliman deri në ditën e gjykimit. Kjo është përshëndetja e muslimanëve. E mos të fusin dyshimin apo krijt tona disa anti-islamista, disa që janë kundra Islamit dhe Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam, që na thonë na nuk jemi arab se mu përshëndet, se shpesh vetë mu më kanë ndodhi, kam dëgju me vesh të mi, kur i thu dikuj Assalamu alaikum, tha të na nuk jemi arab këto ne. E me shkat me të përshëndet, po thuj mirë dita, mirë mëngjes, mirë mbrama, na i përshëndet e tjetër. Unë jam musliman, e normal në mendua se ti je musliman, ti po të përshëndet me selam, se është përshëndetje e muslimanëve, nuk thot kjo është përshëndetje e arabëve. Edhe pse fjalët janë arabisht, fjala Assalam është arabisht, Aleikum është arabisht, wa rahmetullahi është arabisht. Ama përshëndetja si përshëndetja është përshëndetje e muslimanëve. Nuk është e veçantë vetëm me arabëve, se ato arabët i kanë disa përshëndetje dhe ato, përveç fjalës Assalamu alaikum, dhe ato thuj sabah al khair, sabah masa al khair, mirë mbrëma, mirë mëngjes. Në tash, mos jemi shqiptar, në shqiptar në medvejt nuk i përdorin këtë fjalë, në thonë sabah al khair, masa al khair. Ai përdorin, nuk i përdorin këto. Pse se janë fjalë tona, arabët e përdorin. E po pse selam për përdorin? Selam është përshëndetje gjithë muslimanëve. Edhe ka sevap, pejgamberi alayhis salam ishte një herë duke qëndruar, duke nejt me sahabët e tij, edhe hini një njeri tha Assalamu alaikum. Pejgamberi alayhis salam tha 10. Hini diti tha Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pejgamberi alayhis salam tha 20. Hiri treti tha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi alayhis salam tha 30. Pastaj pyetën sahabët, tha o pejgamberi Allah, pse kur hiri i pari thave 10, ditën 20, i treti 30. Tha i pari kur tha Assalamu alaikum, i fitoi 10 sevape. I diti kur tha Assalamu alaikum wa rahmatullahi, i fitoi 20 sevape. E kur hiri i treti tha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i fitoi 30 sevape. Dhe me thonë, na me këtë përshëndetje kemi shpërblime, me këtë përshëndetje bojmë lutje për ato që po i përshëndetmi, por kur thojmë Assalamu alaikum, paqja Allah që mbi ju, wa rahmatullahi, dhe mëshira Allah që mbi ju, wa barakatuh, dhe të mirat e Allah që mbi ju. Këto janë lutje. Pra Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe të mirat e Allah që mbi ju. Çka po të më mirë se kjo? Ndikush thot mirë dita, do me thonë veç dita, tash për mirëmbrëma më shka me. A kjo ku thim Assalamu alaikum, pra mëshirë, paqja Allah që mbi ti në çdo kohë, në çdo vend dhe gjatë tërë jetës tonë. Na lutemi për njërin tjetrin. Pra kjo është përshëndetje islame dhe nuk është përshëndetje arabe, dhe pse thamë i ka fjalë arabisht. Po prej kohës së Ademit alayhis salam deri në ditën e gjykimit, kjo do të jetë përshëndetja e muslimanëve. Dhe përshëndetja me selam është shkak për përhapjen e dashurisë mes muslimanëve. Pejgamberi alayhis salam thot: "La tadkhulul janna hatta tu'minu", nuk do të hini në xhenet derisa të besoni. "Wa la tu'minuna hatta tahabbu", dhe nuk keni për të besuar besim të plotë, do të thonë, derisa të duheni mes veti. Pra nuk keni me në xhenet para se me besu. Pra vetëm me besim hit në xhenet. E tash për me qenë besimi i plot, sa i besimi kompletohet me këtë vepër, me atë vepër, me këtë sjellje, edhe bëhet e arrin kulmin e besimit, kulmin e gradave të larta të besimit, thot pejgamberi alayhis salam, dhe nuk do të besoni besim të plot derisa të duheni mes vete, o musliman. Se jeni vëllezër, ta doni njëri tjetrin. Dikan e don më shumë se është edhe musliman, është edhe i familjes. Tjetrin e don se është musliman dhe e ki kojshi, tjetrin e don se është musliman
njëjtit besim, njëjtës kible, njëjtit fej. Pra, o musliman, nuk do të arrini besimin e plot derisa të duheni mes veti. E pastaj thot pejgamberi alayhis salam, "Wala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." Do ta që tregoj diçka, nëse ju e veproni, do të qështohet dashuria mes veti. Thot afshu salam, përhapni selamin bejnekum mes juve. Pra nëse doni më ushtu dashuria, për me arrit kulmin, me plotsu imanin, thot doheni mes veti. Për mu dash mes veti, thot përhapni selamin. Në çdo moment, i të hitë shtëpia, familjarë, selamu aleikum, del prej shtëpia, selamu aleikum, në rrugë takon dikonin, selamu aleikum, inshallah flasim për rregullat e selamit, edhe më shumë, po ndoshta sot nuk na premton koha, xhumon e ardhshme, rregullat e selamit. Kush ka ndodhur me përshëndetje? Ai cili ato hec, ai cili është ulur, kush cilin e përshëndet, ai cili ato në shtëpi, ai cili është ulur, kush ka me përcjell, ai cili është në mjet transportit, të udhimit, qoftë kale apo qoftë kerr apo diçka bicikëll apo trotinet ose i kemi këto mjete na, kush ka ndodhur me përshëndetje. Këto janë rregullat e selamit, edhe arrin shpërblim të mëdha te Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo e shton dashurinë. Disa sahabë të pejgamberit alayhis salam, aq shumë se e kanë praktikuar selamin, thot kur janë taku, i ka thonë selamu aleikum, ai ka thonë aleikum selam, edhe kanë vazhduar udhtimin me hec bash. Nëse dikon një pemë i ka nda, njëri ka kaluar me njëot pemës, tjetri me nënën tjetër të pemës, pra kur janë takuar atë, assalamu aleikum, wa aleikum selam. Pse e kanë thonë këtë? Me fitu sevape? Assalamu aleikum dhe sevape. Assalamu aleikum wa rahmetullahi dhe sevape. Assalamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh dhe sevape. Edhe shka i ka nda një pemë, nuk janë nda gjithore, këtë 2-3 sekunda, ha? Dhe shka kalu njëj me njën, tjetër me njën, prap janë përshëndet. Pse? Për me fitu se vape. Thot Abdullah ibn Umejri, djali Hazreti Umejrit, radiallahu anhuma, thot shpesh ka kalu në treg, ka shku në treg, në pazar, edhe s'ka blej kur gjon. E disa shokë kanë vërrej që kanë thonë, o Abdullah, thot shpesh për qomin, shkon dhe në pazar e këthejsh nuk blej kur gjon. Thot shkoj me një qëllim. Pse? Thot shkoj me qëllimin të abajt luqen e tregit, e pazar, është një luqe, ku shkoj në pazar me bon një luqe. Thot shkoj vetëm prap me bon këtë luqen, me fitu se vape. Nëse ai i cili do mu përgatit për ahiretin e i kërkon ku janë sevapët, qofshin pak, qofshin shumë, ku ka sevap me fitu. Valla selami është ka sevape, shkon e përshëndet dikon, selamu aleikum. Tregohet për një dietar, a kon të kalu rreth një lumit, edhe ndëgjon dikan i cili ka i me një ark, të kalu lumin, e ndëgjon ato të shtitë të thonë elhamdulillah. Edhe kjo nuk pat muslim i thonë yerhamukallah. Se normal me islam është kur të shtiti kush thot elhamdulillah, ti thuj yerhamukallah, pastaj ta kthan yahdina wa yahdikumullah. Apo ka luçe tjera. Thot që nuk mujti me akthi aty mi thon yerhamukallah. Edhe shkoj ai. Këta është gajle se sunifitua këtë se vapët me thon aty yerhamukallah. Çka bën? Thot e ka pas një dirhem me veti. E ka marrë me qira një ark tjetër, edhe i ka shku mas derisa e ka arrit ku e ka arrit ka thon yerhamukallah, edhe u kthi. Tash diku i duket kjo pak si modë, si tepër, thot. Çish me ka dhënë një dirhem e ka pasë, ka marrë me qira me shku me thonë yerhamukallah, po për ti që nuk ja din vlerën të duket diçka absurde kjo. Ama ai që ja din vlerën, ai e bën. Ai jep 10 frangë, 20 frangë, 50 frangë, ja din se 50 frangë që nuk e ka vlerën atij se vapë me thonë dikuj assalamu aleikum. Nuk e ka shpërblimin e asaj na me thonë dikuj yerhamukallah. E për këtë ata që ja kanë ditë vlerën disa veprave, disa sjelljeve, gjithmonë janë mundu të praktikojnë, edhe pse për dikan janë të vogla, po te Allah subhanahu wa taala kanë shpërblime të mëdha. Pra edhe selami, përveç asaj që ka shpërblime, edhe shton dashurinë mes muslimanëve. Pra afshu selame bejnekum, përhapni selam mes juve, sepse kjo shton dashurinë, dhe kur që shton dashurinë, me këtë arrini edhe hipni në grada më të larta të imanit. Edhe kjo selami është edhe një drejt e muslimon ndaj muslimon, që thot pejgamberi alayhis salam, haqqul muslim ala al muslim sit, e drejta e muslimon ndaj muslimon që janë 6, idha laqitahu fasallim alayhi. Një prej këtij 6 është, thot kur ta takosh përshëndetje. Pra kur ta takosh një musliman në rrugë, përshëndetje. E jepi selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Jo vetëm ato që e njeh, do një ndodh na për xhamia, ju drejtohesh vetëm atij që e njeh, selamu aleikum. E këto tjerë pejgamberi alayhis salam thot, jepni selamin, shpërndani selamin mes atyre që i njihni ato që nuk i njihni.
Inshallah Allah xhaleshanuhu na bën për ati që vazhdimisht kërkojmë ku janë veprat e mira, që të fitojmë shpërblimet e Allah subhanahu wa taala, të përgatitim bagazhin tonë për botën e ardhshme, sepse me të vërtetë kemi nevojë me përgatit bagazhin. Allah taala thotë: "Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa", përgatitni dhe përgatitja më e mirë është devotshmëria. E këto vepra të mira, sjelljet e mira bojnë pjesë tek devotshmëria. E lutem Allah subhanahu wa taala të na bëjë të devotshëm, të na bën për ati që bojnë vepra të mira vazhdimisht. E lutem Allah subhanahu wa taala që ndihmon muslimanët kudo që janë në botë, sidomos atyre në Palestinë, në Gaza. Inshallah Allah xhaleshani ndihmon se janë të kaluar ditë të vështira. Inshallah Allah I mëshiron të vdekur I pranon si dëshmor, të lënduarit inshallah Allah I shëron, të pastruarve inshallah Allah I ndihmon, e zullumqtarët inshallah me zvejt I shkatron, kudo që janë zullumqtar inshallah Allah I shkatron. Dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.